Filluar shkollën e baletit, ndërkohë në atë kohë ka qenë nën liceu artistik Jordan Misja, në moshën 10 vjeçare. Para asaj kam bërë rreth 2 vite në Pallatin e Pionierëve në Tiranë, në moshën 8 vjeçare, jam marrë me baletin. Në moshën 10 vjeçare konkurrova me kam hyrë në shkollën e baletit, ku kam studiuar për 8 vite, deri në moshën 18 vjeç. Mbas moshës 18 vjeçare, jam kursuar në Teatrin e Operës së Baletit si kërcimtar i baletit klasik me trupën e baletit, ku kam punuar për shumë vite, derisa vendosa rreth viteve 90 të largohesha nga Shqipëria, ku kam emigruar drejt Kanadas. Në Kanada kam kursuar në një kompani Ballet Organ Canada, dhe më pas kam studiuar në shkollën e baletit, National Ballet School of Canada, shkollën nacionale të baletit Kanadas, për mësues për kërcimtarët profesionistë, ku jam diplomuar me distinction. Dhe mbas diplomimit kam punuar si pedagog në shkollë për rreth 10 vite. Mbas këtyre kam pata një ofertë televizia në Londër, në një nga shkollat më të mira, në Central School of Ballet, që është bachelor degree, university degree. Dhe kam punuar në Londër rreth 15 vite dhe kam rreth 2 vite tani që kam ardhur në Mannheim, ku kam pozicion e profesorit në Universitetin e Music and Performing Arts. Kjo është pak a shumë. Megjithatë, karriera ime ka shumë si kërcimtar, si mësues, ka shumë ulme. Unë kam qenë solist i parë i baletit për disa kohë në Tiranë, derisa jam dërguar. Kam marrë pjesë në shumë juri ndërkombëtare, si antar jurie, si për shembull në Youth American Grand Prix, që është një nga platformat më të mëdha dhe më suksesshme për kërcimtarë të rinj. Në Asian Grand Prix or International Grand Prix në Singapore, në Itali në konkurse ndërkombëtare, në Balkan Contemporary Fest, Ballet Contemporary Fest në Selanik, e në shumë vende tjera. Kam punuar kam dhënë mësime si i ftuar jashtëzakonisht që nga Kanada dhe në Japoni, Hong Kong, Singapore, në Europë, në të gjitha këto vendet, Gjermani, Francë, Itali, Angli, po në Kanada, në Amerikë, nga veriu Amerikës, kam zënën sot të një që kërcejnë në pothuajse në çdo vend të botës. Nuk di një vend të botës ku të shkoj dhe